Së pari ka shumë njerëz që për ditë luftojnë me obezitetin dhe mbipeshën. Mund të konsiderohet sëmundje obeziteti? Po, të gjithë organizatat e konsiderojnë obezitetin sëmundje. Dieta dhe aktiviteti fizik janë shumë të rëndësishme. Që ne të dobësohemi, duhet patjetër të bëjmë një kalorazh negativ. Ne jetojmë në një mjedis që quhet obezogjenik. Pra një mjedis që ty të shtyn për obezitet. Dhe suksesi i vërtet nuk është humbja në peshë, po është mbajtja e peshës. Trajtimet që po bëhen sot për obezitetin, si synim nuk kanë vetëm humbjen, po kanë edhe mbajtjen e kësaj peshe afatgjatë. Obeziteti a duhet mjekohet? Mos mjekimi i obezitetit sjell pastaj një sër rrisqesh për sëmundje të ndryshme. Plani i trajtimit duhet të jetë afatgjatë dhe duhet të synojë që ato kilet që ne i kemi humbur të mos i marrim më.